S'pranon tjetra, ma thuj. Mirë, rikthehemi, po të bësh pak debat për gjykatat, po ta prekim në fund. Beko, duhet ta nis me ty. Sulmi i Berishës ndaj Gonzalez dhe shuplaka e përbashkët hetimore nga gjithë ambasadorët e BE-s. Do ta filloj nga kjo e dyta. Që unë do të thoja është e vonuar në këtë rast. Po, do ta filloj nga kjo e dyta sepse më ka bërë përshtypje. Është hera e parë që në një raport që vjen nga strukturat evropiane, dhe në rastin konkret nga Parlamenti Evropian, ku Ti referohesh raportit komisionit jashtë. Po referohem asaj që ndodhi dje. Jo, do vi aty. Raporti komisionit jashtë. Po pra, raporti komisionit jashtë është hera e parë që krahas qeverisë që e ka për detyrë se ajo merret në analizën e raport, përfshihet gjerësisht dhe opozita dhe jo për të mburur opozita për bashkëpunimin me për proceset e integrimit, po përkundrazi opozita për strategjinë e saj të gabuar që kanë ndjekur për të interpretuar të drejtat kushtetuese që jep ligji mbi partitë politike dhe demokraci. Dhuna nuk ka vend në Dhuna nuk ka vend në prandaj dalja nga institucionet, nga politika, në parapolitik, BE-ja nuk e pranon, nuk funksionon kështu Evropa. E para. BE e kontrolluar nga Qendra e Djathtë. Pikërisht. E para ajo. E dyta është që zoti Berisha e sulmoi Gonzaton pikërisht për këtë arsye. Prandaj e mora të parën. E sulmoi sepse gjeti veten të përmendur në raport, pavarësisht se çfarë del ai dënon një retorik sikur Evropa është marrë vetëm me qeverinë dhe ka atakuar qeverinë dhe pas skandal të gjithë ato që ka thënë Berisha në të shkuarën ndaj qeverisë. Normal, të gjithë e dimë që ku janë mangësitë që ka qeveria dhe ato natyrisht do pasqyrohen në raport. Që janë të preshme, janë të vazhdueshme, dhe do jenë, madje do jenë dhe kur Shqipëria të pranohet në Bashkimin Evropian, sepse nuk konsolidohet, nuk bëhet demokracia funksionale me një. Shumë sa asaj mendojnë që do e ketë shqetësuar fakti që raporti i Komisionit të Jashtëm certifikoi zgjedhje dhe ra farsa. Pra ra 23 maj. Janë të gjitha element, pra Berisha nuk gjeti veten tek ai raport dhe do të gjendet dikë që ta faturonte gjithë këtë dështim të tij të opozitës e përfshir kaq keq në raport për opozitën. Dhe për këtë, ju e dini, Berisha nuk jeton dot. Gjithë narrativa e tij politike është me kundërshtar, me armiq. Do se s'bën dështimin e tij në raport me Evropën do t'ia faturonte Gonzatos. Se ai, më fal Koli, ai e rriti pritshmërinë shumë. Ai tha, e pruri deri në atë moment që nuk ka fare, do i ketë thënë një gënjeshtër të vogël Jorida. Që kanë marrë përsipër që shiko doktor, negociatat do bllokohen e tjera. Ato nuk u bllokuan. Doli dhe ambasadoria franceze. Jo, edhe i me ka lesre që i nëzore letën e Joridës, si që ronda, se Jorida ankoj pëse s'na dëgjojnë në parlament, nuk ankoj as për... Evropa mbështetet e transparenca, kjo është kështu funksionojnë, si individët dhe institucionet. Unë mendoj, Rezar, që nuk e di me dashë apo pa dashë, por Berisha, kur sulmon Gonzaton, ose harron, ose bën si kur nuk kupton, që zoti Gonzaton nuk është përfaqësues i Komisionit Evropian, nuk është përfaqësues i Parlamentit Evropian, është kryetar i misionit të Bashkimit Evropian, çka do të thotë përfaqëson edhe Këshillin politik. Përfaqëson të tërë. Nuk përfaqëson edhe presidentin Kosta, pra i përfaqëson tërë. Pra le të themi, gjithë problemi është e Ibarit, edhe ajo që Gonzato tha që Ibari ka shenja pozitive për Shqipërinë. Nuk mendoj që problemi i Berishës është pak më i thellë. Berisha ka kohë që tenton të bëhet interlokutor, të gjejë një gjuhë komunikimi me europianët. Është i vetmi kontinent në cilin ai mund gjente një gjuhë, mund krijonte një marrëdhënie komunikimi. Dhe strategjia e Berishës, jo më kot ta thash parë, protestat nuk kanë hall vetëm 23 maj, kanë hall për treguar që nëse ju nuk do të vazhdoni të mos përfillni, unë do vazhdoj të bëj dhunë në këtë vend, sepse vetëm nëpërmjet dhunës Berisha pretendon të hap atë dritaren e komunikimit. Nëse ka një problem që Berisha ka sot, nuk e ka brenda partisë. E ka për faktin që se përfill askush ndërkombëtarisht. Dhe kjo është dalje nga izolimi, është kërkesa madhore që ai ka sot. Dhe për dalë nga izolimi, ai përdor çdo mjet që është në mungesë mjeteve tjera, i vetmi mjet që ka ngelur është dhuna. Kështu që çfarë bëhet? Kthejmë opozitën një opozitë dhunshme, që ndërkombëtarët vinë dhe të na thonë që tutëm çuna uluni tash ti zgjidhim gjërat paqësisht, dhe në atë rast skema e 98-s e 2000-shit. E 2024-s mos po edhe 2024 më 6 muaj u dosh parlamenti, derisa erdhën ndërkombëtarët të uluni tash zbusni gjaka. Ajo që kërkon Berisha është pikërisht kjo. Dhe nuk e kërkon më thjesht si një mëtonjës për vulën e PD-s, por kërkon si kryetari i PD-s. Dhe ajo, ky kanali i bisedive është ai i vetmi gjë që ndërkombëtarët nuk i japin. Dhe goditja që thot dje i dhan ambasadorët me qendrimin e përbashkët. Pas deklaratës së Komisionit të Jashtëm, ajo që është shumë e fortë. Atëherë, ajo ishte si thot Prezi do ta çojë krizën në parlament ai. Do ta çojë krizën në parlament pastaj. Hollandi, po ti marrësh gjitha gjërat këto çfarë do bëj do pjesët e vogla të pazllit, pjesët e vogla të pazllit.
Po lajmi s'ka, s'është probleme. Ai lajmi Lajmi për mua, me thënë vërtetën, janë këta tre italianët.